Të ardhmen e kësaj lëvizje jetëre brenda Partisë Demokratike shoh fituese, u shpreh në prononcimin për mediat nga Fieri, ish deputeti Ervin Saliani. Sot Partia Demokratike ka më shumë gjallëri konkurrencë, kemi arritur që fal tronditjes së Partisë Demokratike, pas takimeve entuziaste, të ketë më shumë protesta dhe i gjithë leadershipi i opozitës sot është në terren, ka thënë Saliani. Kemi arritur që fal po e quajmë në mënyrë figurative tronditjes së Partisë Demokratike për shkak të takimeve masive dhe me entuziazëm të madh të demokratëve, të tregojmë që Partia Demokratike është gjallë dhe për shkak të kësaj po zhvillohen, siç e shikoni, protesta të mëdha, për shkak të lëvizjes demokratëve i gjithë leadershipi i Partisë Demokratike nuk është më në radhë, po ka dalë në terren për të takuar njerëz. Partia Demokratike sot është në një analizë dhe pa diskutim që lëvizja do të vazhdojë derisa të arrijë qëllimet e saj për të rikthyer Partinë Demokratike dhe për ta bërë Partinë Demokratike një parti që bëhet fituese duke pasur besueshmërinë e demokratëve në radhë parë dhe pastaj pa diskutim edhe të gjithë qytetarëve shqiptar. Në Fier duhen afruar të gjithë demokratët e zhgënjyre të pakënaqur, ka apeluar Saliani, çka ka bërë që Partia Demokratike në Fier sot të jetë pothuajse inekzistente dhe e ndarë në shumë fraksione. Saliani theksoi se lëvizja e tij politike i shërben vetëm Partisë Demokratike, ndërsa status quo-ja favorizon vetëm mazhorancën. Ka disa faza përjashtimi këtu në Fier të personaliteteve të Partisë Demokratike. Unë besoj që bashkimi vjen duke marrë dhe duke vlerësuar çdo kontribut. Pra zoti Luan Baçi nuk ka ndonjë funksion në Partinë Demokratike të degës Fierit, kështu që nuk ka çai kërkojë ndërheqje, është deputet i zgjedhur, ka qenë kryetar i Partisë Demokratike dega Fier dhe ka kontributin e vet. Problemi është që duhen mbledhur të gjithë demokratët e tjerë, të cilët janë të pakënaqur për arsye të, po themi, në qarkun e Fierit ka ndodhur që nuk kanë respektuar rezultati i primarëve, ka ndodhur që nuk është respektuar plotësisht ndarja në zonat caktuara e kandidatëve për deputet dhe 100 arsye tjera. Kjo lëvizje i shërben vetëm Partisë Demokratike. Thash dhe po e ritheksoj që status quo-ja i shërben vetëm Edi Ramës. Partia Demokratike sot fatkeqësisht është ashtu siç e do Edi Rama, e atrofizuar. Ndërkohë Saliani është shprehur i vendosur për të shkuar deri në fund qëllimit të kësaj force politike, pavarësisht kundërshtive brenda kupolës së PD-s. Më herët në takimin me simpatizantë demokratë në sallën e tejmbushur, Saliani ka theksuar se drejtuesit nuk i kanë bërë mirë llogarit, duke treguar përralla prej 13 vitesh.